Interpretimi i përket korit të shkollës së muzikës Prenjakova të Gjakovës gjatë një koncerti në skenën e shkollës së mesme artistike Prenjakova Shkodër. Dy shkolla me të njëjtin profil dhe që mbajnë emrin e të njëjtit personalitet të paharruar të muzikës shqiptare, Prenjakova, prej vitesh bashkëpunojnë ngushtë. Kësaj here artistët e shkollës Prenjakova të Gjakovës kanë ardhur në Shkodër për të dhënë një koncert. Kemi fillu ka vite bashkëpunimin, mirë po të themi erdhi ndoshta momenti i duhur që ne ta fillojmë, jo vetëm të mbetet në letra e bashkëpunim, ato memorandume të mirëkuptimit në mes dy institucioneve. Ne aplikuam në fakt në komunën e Gjakovës paraprakisht për ndihmën, sepse siç dihet, domethënë kërkon financa jo të vogla për të mbuluar, për të udhëtuar, dhe komuna e Gjakovës u shpreh jashtëzakonisht e gatshme për të ndihmuar, sepse siç dihet kanë edhe bashkëpunime në mes bashkia e Shkodrës dhe komuna e Gjakovës kanë bashkëpunime ka vite të cilët kanë dhe ajo tani më po bëhet realitet. Ne të fakt jemi me shumë emocion që po gjendemi në këtë shkollë me një emër jashtëzakonisht të madh, me emrin kompozitorit të njohur Prenjakova nga Shkodra dhe shkolla jonë mban me të njëjtin emër dhe ky emocion është emocion i dy fish. Siç dihet shkolla Prenjakova është sinonim edhe është model mbar shqiptar i shkollave artistike. Është një koncert në vazhdën e bashkëpunimit me shkollën e mesme artistike Prenjakova të Gjakovës. Është një shkollë që kena fillu lidhet shumë vite përpara, mund të jenë 7-8 vjet përpara. Ne kena bërë një koncert në atë shkollë, u bëjmë mundën për me ardhmë me bërë një koncert të një grupit koral dhe 2 instrumentistave, solista, që e majnë sot. Është një grup shumë i mirë i shkollës, është një grup që ka një vazhd koncertesh dhe shpresojmë që të vazhdojnë kjo lidhje edhe në aktivitete të tjera edhe të pikturës. Programi i koncertit përfshinte pjesë të tilla si solo për flaut, Ave Maria, Turtle Dove, Unë biri i Kosovës, Shercino, Në mjedis të ballit, Pranvera filloi me ardh, Baresha, Porsifleta, Moonlight Sonata, si dhe një përzgjedhje nga Les Miserables. Këto interpretime u përcollën me emocion dhe duartrokitje në sallën e koncerteve të shkollës Prenjakova në Shkodër. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe drejtues të arsimit Shkodër, si dhe nënkryetaria e bashkisë Teuta Qyteza.